Tash e shumë kohë zyrtarët policor të Zubin Potokut funksionojnë në një objekt të improvisuar në kontenjer. Por sot është vënë gur themeli në projektin që synon të ndryshojë rrënjësisht këtë situatë. Zubin Potoku do të bëhet me stacion të njëmend të policisë. Në këtë ngjarje nuk mungoi i pari ministrisë që është mbi policinë, ai i punëve të brendshme Xhelal Svesla, që tha se objekti i ri do të plotësojë të gjitha nevojat infrastrukturore. Ashtu siç po punojmë në vazhdimsi që të rrisim nivelin e sigurisë, qoftë nacionale, qoftë asaj publike, po ashtu po punojmë shumë në një afat shumë të shpejt, ashtu si sa biseduam me punkrysin, shumë të shpejt se sa vetë planifikimi zyrtar. Qytetarët e Zubin Potokut do të kenë edhe një infrastrukturë shtesë për sigurinë e tyre, me më shumë shërbime, për një jetë më të mirë për të gjithë pa asnjë dallim. Këtë hap e vlerësoi edhe kryetari aktual i komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqiri. Ky objekt sot që po fillon, do të thotë dihet me dekada policia dhe stacioni policor i komunës së Zubin Potokut ka operu prej objekteve private dhe duke paguar qireja bukur të shtrejta, tani më e tutje do ta ketë kvadraturën e nevojshme të operimit si stacion policor që është mos e nevojshëm sepse dihet që esenciale është policia e komunës e qytetarit që kryekpot i shërben sigurisë e qytetarit. Pas kësaj nisme për ndërtimin e stacionit të policisë në Zubin Potok, në komuna tjera të banuara me shumicë serbe, janë ndërtuar ose ka nisur ndërtimin e objekteve të policisë. Së fundmi u përrua në stacionin në komunën e Zveçanit.